Mirëmëngjes gjithë, shumë faleminderit që na keni bërë pjesë në këtë aktivitet në godinën e kryeministrisë. I nderuar zoti kryeministër, zonja ministre e Arsimit, zoti ministri i Bujqësisë, zonja ambasadore e Austrisë në Tiranë, i nderuar profesor Gjenushi, i nderuar profesor Hasan Hauer, të nderuar të pranishëm. Sot është një ditë e veçantë për Universitetin Bujqësor të Tiranës, për bashkëpunimin tonë me Universitetin Boku dhe për të gjithë ne që besojmë që arsimi i lartë mund dhe duhet të jetë një histori suksesi për Shqipërinë. Por mbi të gjitha, është një ditë nderimi për një mik të madh të Universitetit Bujqësor të Tiranës, profesor Hubert Hasan Hauer. Më lejoni që para se të flas disa fjalë për profesor Hubertin, nuk mund të rri pa shprehur mirënjohjen më të sinqertë për kryeministrin e vendit. Zoti kryeministër, ajo që ju po bëni sot është diçka që nuk e ka bërë askush më parë për Universitetin Bujqësor të Tiranës. Këmbgulja dhe konsistenca juaj në mbështetjen e arsimit të lartë janë më shumë se sa të admirueshme. Nëpërmjet këtij dekorimi për profesor Hubertin, në fakt po vlerësohet Universiteti Bujqësor i Tiranës, po vlerësohet arsimi i lartë shqiptar dhe mbi të gjitha po vlerësohen vlerat, përkushtimi, bashkëpunimi dhe integriteti. Ky është një mesazh i fortë që vendi ynë po ecën drejt një kulture të re, ku dia dhe merita zënë vendin që i meritojnë. Huberti ishte rektori i parë që takuam në këtë rrugtim, që në minutat e para e kuptuam se kishim përballë një njerëz me vizion, me qetësi dhe vendosmëri, me një kombinim të rrallë zgjuarësie dhe instikti. Ajo që unë kërkoja për 4 vjet, Hubert Hasan Hauer e kuptoi për 4 minuta. Njerëz të tillë janë të rrallë, ato nuk të ndjekin, por të frymëzojnë. Sot në këtë vlerësim të merituar, ne nderojmë jo vetëm një njerëz, por edhe frymën e tij, vizionin, integritetin dhe dashurinë për punën që ai bën. Profesor Hubert Hasan Hauer është një personalitet vërtet akademik. Ai përfaqëson një kombinim të veçantë të zgjuarësisë, vizionit dhe qetësisë, me një aftësi të jashtëzakonshme për të parë përtej të sotmes dhe për të ndërtuar me durim e besim të ardhmen. Është një njerëz me integritet të pastër profesional, me ndershmëri të lindur dhe me një ngjeshmëri njerëzore që i jep çdo bashkëpunimi kuptim dhe dinjitet. Ka një aftësi unike për të krijuar harmoninë punë, për të frymëzuar dhe për të kthyer idetë në rezultate konkrete. Ai ka ditur të jetë për ne një mentor, partner dhe mik. Dua gjithashtu çot ta shfrytëzoj këtë moment që në emër të Universitetit Bujqësor të Tiranës të shpreh një ndjesë të sinqertë për debatet apo qëndrimet e ndryshme, të cilat janë pjesë e këtij procesi. Ne dimë që rrugat të reformës janë vështira, por e rëndësishme është që ato zëra janë në minorancë dhe ne sot jemi më të pjekur dhe më të bashkuar se kurrë në të njëjtin qëllim. Për mua, puna me Hubertin ka qenë më shumë se bashkëpunim profesional, ka qenë një shkollë e vërtet. Nga mënyra si mendon, si udhëheq dhe si qëndron për parimet e tij, ai na ka mësuar se leadership i vërtet nuk ka nevojë të përtas për të dëgjuar. Ai frymëzon me shembull, me mençuri dhe me përkushtim. Sot përmes këtij vlerësimi të merituar, ne nderojmë jo vetëm një njerëz, por edhe një filozofi pune dhe bashkëpunimi që na ka afruar më shumë dhe forcuar të gjithëve. Zoti Hubert, ju falenderoj për gjithçka që keni dhënë dhe po jepni për Universitetin Bujqësor të Tiranës. Zoti kryeministër, ju falenderoj për mbështetjen, për vizionin dhe për besimin që po jepni Universitetit Bujqësor dhe arsimit shqiptar. Faleminderit të gjithëve dhe urime Hubert për dekorimin që është një vlerësim i merituar për kontributin tuaj të jashtëzakonshëm. Të nderuar pjesëmarrës, nderuar zoti kryeministër, zonja ministre, zoti ministri i Bujqësisë, shkëlqësia juaj ambasadore e Austrisë në Shqipëri, nderuar profesor. Është një nder dhe detyrë e vështirë të thosh 2 fjalë për figurën dhe kontributin e profesorit për arsimin dhe shkencën në Shqipëri. Vlerësoj se ka qenë një fat dhe privilegj
për Universitetin Bujqësor Tiranës, që arriti të lidhet dhe të fitojë mbështetjen e profesorit, një personalitet eminent i shkencës në Austri dhe në nivel ndërkombëtar, me kontribute vështirë të krahasueshme si shkencëtar, si mësimdhënës, si drejtues i kërkuesve të rinj, si drejtues kompetent institucionesh prestigjioze si Universiteti Baku dhe Instituti Sivil i Kulturës, shoqatash dhe borde shkencore, redaksi revistash me emër ndërkombëtar, një karrierë që të gjithë do ta kishin zili dhe që do shërbej si shembull vazhdimsi për kërkuesit e rinj. Por ajo që profesori ka bërë për Universitetin Bujqësor Tiranës është një rast i rrallë. Ne kemi ndjekur me shumë interes bashkëpunimin midis UBT-s dhe Universitetit Baku, drejtuar për profesorit, jo vetëm për faktin se njësimi i institucioneve tona dhe veçanërisht të shkollave të larta, me ato homologe përbën shqetësimin dhe sfidën tonë kryesore si shoqëri, qeveri, akademi, institut të arsimit lartë, institucionet të arsimit lartë, por sepse Akademia e Shkencave dhe Universiteti Bujqësor Tiranës ka një histori të ngjashme vitet e fundit. Disa vite më parë këto dy institucione ishin në kufijtë e mbijetesës, ku nuk mungonin edhe parashikimet e vlerësimet për mbyllje shuarje të tyre. E të dyja guxuan të ndërmerrnin rrugën e reformimit, po për këtë duhej edhe një model. Dhe si zgjidhje për dyja shërbeu modeli austriak. Ne në reformimin ton doqëm përvojën e Akademisë Austriake të Shkencave, ndërsa UBT-ja atë të Universitetit Austriak Baku. Sigurisht kjo nuk është një koincidencë. Vetë shkencat alpologjike në Shqipëri kanë pasur për model shkollën austriake. Kanë lindur në Austri dhe erdhën dhe u mbollën këtu në Shqipëri. Madje dhe në historinë e Shqipërisë, kur shtroi mbijetesa e shqiptarëve ka qenë Austria, që kontriboi në krijimin e shtetit pashqiptar. Merita e profesorit është që nuk afroi thjesht modelin, por e solli dhe e shartoi atë këtu në Tiranë, pra në Universitetin Bujqësor, dhe për kujdeset në afër dhe me mjaft kompetencë për zbatimin e tij dhe efektet po ndihen që vitin e parë. Për këtë profesor, tërë komuniteti arsimor dhe shkencor në Shqipëri ju është shumë i njohës, jo vetëm për çka bët e po bëni për UBT-n, por për mesazhin dhe shpresën që përcjellni te komuniteti shkencor dhe veçanërisht tek rinia shqiptare. Atë që njësimi i diplomave nuk është thjesht një propagandë, por ai mund të kthehet në një realitet kur qeveria dhe institucionet angazhohen seriozisht dhe din të zgjedhin modelin dhe partnerin e dur si ju i nderuar profesor. Çmimi që ju jepet sot nuk është vetëm një akt modest për të shprehur këtë me njohje. Ne si akademi do dëshironim që të forconim bashkëpunim me ju, dhe do të ishte një nder për ne nëse do të pranonit të bëheshit nderi i Akademisë së Shkencave. Sigurisht pa juve në kushtin që të njësoni akademinë tonë me atë austriake. Faleminderit. Ky duhet jetë rasti i parë kur dikush shkon të marrë një medalje dhe nga fjalët e rastit merr dy. I dashur profesor Adenauer, i nderuar miku im dhe mik dhe kolegi të pranishmëve, unë besoj që kjo e sotmja nuk është thjesht një ceremoni nderimi për një individ që e meriton plotësisht këtë nderim, por është edhe një moment simbolik që rinxjerr pa lidhjen mes dy traditash të vjetra dhe jo të vogla.
austriake dhe shqiptare, në një spiralet përbashkët, vlerash si dia për kushtimi, dashuria për tokën e vetë njeriut. Nuk do të mjaftonte dot hapësira e një fjale të tillë për të përshkruar të gjithë këtë rrugtim, sa të shkurtër aq edhe kuptim plot që na lidhi së bashku, por unë pata dëshirë sot i dashur Hubert, i nderuar profesor, t'ju them se ju i bashkoheni një konstelacioni yjesh që nga Austria kanë dizluar mbi qiellin e Shqipërisë. Është një konstelacion i rrallë, ku ndriçojnë figura që i kanë dhënë vendit tonë kulturë, gjuhë, identitet dhe dritë. Dhe sot Hubert Adenauer është i fundmi i një zinxhiri të gjatë që shtrihet në shekuj. Dhe që zanafillën e ka në Vjenën, ku u dëgjua për herë të parë tingulli i Shqipes. Kur në shekullin e 19 Gustav Mahleri deshifroi liqësitë e Shqipëres dhe shkroi se kjo gjuhë, më shumë se çdo gjuhë tjetër, në Ballkan është dëshmi e qëndrueshmërisë një populli. Apo ku Norbert Jokli, i cili mori edhe pakëzimin si babai i albanologjisë moderne, shprehte besimin se Shqipja është ura e gjallë midis lindjes dhe perëndimit. Ai u rrëmbye nga Gestapoja dhe humbi në errësirën e Holokaustit, por librat e tij mbeten si pika drite për çdo që do të ndërmarr udhën në labirintin e mistereve dhe pasurive të gjuhës shqipe në bibliotekat e Vjenës dhe në ato të Tiranës. Apo aristokrati aventurier Franz von Nopscha, i cili kaloi me kal në malet shqiptare dhe shkroi se këtu në këto gryka mësohet më shumë për shpirtin e Europës se në çdo sallon të Vjenës. Apo Maximilian Lambertsi, që ndihmoi Komisin Letrare të Shkodrës në standardizimin e Shqipes, dhe la pas për të gjithë ne, një fjalë që sot e gjetitën çdo shqiptar që e lexon e rrënqeth. Historia e plotë e njerëzimit, tha ai, do të shkruhet atëherë kur shqiptarët do të marrin pjesë në shkrimin e saj. Ishin njerëz që e deshën Shqipërinë me shpirt. Dhe për fatin e mirë të këtij kombi dhe të këtij vendi, ata ishin shumë. Në fillim të shekullit 20, Theodor Ipen, konsulli dhe diplomati austriak, mori pjesë në themelimin e institucioneve të para moderne shqiptare. Dhe ai shkroi se kush e kupton tokën shqiptare, kupton vetë përmbajtjen e fjalës dinjitet.
Në ditarët e tij përmendet se para çdo takimi zyrtar, ai përsëriste një zakon që e kishte mësuar në Shkodër. Së pari duhem përshëndetur syt, pastaj përshëndeten duart. Dhe besoj që jo vetëm mua që kam pasur për shkak të detyrës shumë duar shtrëngime, po dhe juve ju qëllon jo rrallë që ju japin dorën edhe syt janë diku tjetër. Ai nuk është takim përshëndetës. Po aq fisnik ishte Leo Freundlich, gazetari hebrej që i dha asaj Shqipërisë kur ajo u bukos nga Europa me një libër Albanians Golgota, i cili konsiderohet një akt moral që në një farë mënyre i shpëtoi nderin kontinentit. Uberti nuk është i pari austriak që dekorohet në këto vise. Dhe pararenësit janë njerëz vërtet të nderuar, emri të cilëve ka mbetur me plot drejt në historinë e këtij vendi, siç do të mbetet edhe emri i profesor Adenauerit. Alfred von Rappaport dhe August Krall u dekoruan nga mbreti Zog me urdhrin e Skënderbeut dhe bashkarisht e quajtën Shqipërinë një kombë të vogël me shpirt të madh. Ajo që është mbreslënse dhe njëkohësisht prekse për ne si shqiptar është se Austria nuk e pa kurrë Shqipërinë si periferi, por e pa si një dritë që nuk duhej lënë të fikej. Dhe edhe në eksperiencën time personale, qysh në kontaktin e parë me Austrinë, qoftë si individ, qoftë si zyrtar, e kam ndjerë pikërisht këtë që është filli i gjatë që lidh marrëdhënien mes Austrisë dhe Shqipërisë. Kur nuk kam ndjerë ato që ne shqiptarët e kemi shumë të lehtë ta ndjejmë, sepse e kemi shumë të stërvitur në uhatjen e dikujt që është parë gjithmonë nga lart poshtë, të qenit përballë tjetrit i pargjykuar si dikush nga periferia. Dhe kjo është një frym që vazhdon edhe në ditët tona me studiues si Wilfried Fiedler, që përmes këngëve çame ringjalli një pjesë të shpirtit ton jugor, me Kurt Gostenschnick, që ka dokumentuar me shumë durim lidhjet e panumërta kulturore mes dy vendeve tona, me Basil Schader, profesorin në Zyri, që thotë se Shqipëria është një poezi e gjallë në strukturën e një gjuhe, me Peter Paul Wipliger, poetin, eseistin dhe fotografin që i kushtoi Shqipërisë një varg që më pëlqeu shumë ta risjell këtu për të nderuar profesor Adenauerin, në malet shqiptare drita ka kujtesë. Dhe rrëfimi për lidhjen e gjatë dhe thellë të Shqipërisë me Austrinë, për cilën unë jam i bindurës edhe vetë, i nderuari profesor nuk është plotësisht i vetëdijshëm, ka figura që bashkuan jo vetëm dijen, po dhe gjakun në përpjekjen tonë për të mbijetuar, siç është generali Basta, një shqiptar austriak i cili
la në fillim të shekullit 17 një traktat strategjie mbi nderin dhe disiplinën. Apo siç është Karl Gega, inxhinieri i Ekurullës Semeringut, që tha se rrugët që lidhin njerëzit janë më të rëndësishme se ato që ndajnë territoret. Apo Aleksandër Mojsiu, aktori shqiptar që është në panteonin e teatrit austriak, i cili i mbushi skenat e Vienës dhe të Berlinit me zërin e tij të papërsëritshëm, për cilin vetë Thomas Mann shkroi se ky është zëri që e bën njeriu të dridhet përpara të vërtetës. Por edhe në rrënjët e aristokracisë së re austriake ka pak gjak të mirë shqiptar. Gjaku i familjeve Sina dhe Dumba nga Voskopoja, të cilët quan në Vjenë art dhe filantropi, dhe në tërësi ishin rreth 30 familje shqiptare që vetë perandoria i fisnikëroi për vlerat e tyre. Dhe sot profesor Sti Vargu yesh në qiellin e historisë sonë përbashkët, i bashkoheni ju, një njeri i qetë, një njeri i përpikt, dhe pikërisht pse shumë i qetë dhe i përpikt edhe shumë i trazuar në shkallët e universitetit kur dolët për të na pritur ne, që erdhëm pak si miq të paftuar për t'ju imponuar një krushqi të cilën unë jam i bindur ju nuk ishit parë as në ëndrrën më të keqe. Një njeri që rrezaton dritën e një mësuesi dhe të një zotërie që beson në forcën e dijes dhe në forcën e mirësjelljes. Një njeri pa zhurmë, po unë jam i bindur që si rektor i universitetit, edhe pse nuk e kam informacionin nga brenda, edhe një drejtues i hekurt. Një profesor që erdhi në Shqipëri jo për të folur për reformë, as për të dhënë mend, po për të mbjell një frym të re, me shumë delikatesë, me shumë respekt dhe me shumë durim, pa i mbyllur hundët e kultivuara në mjediset e sqimës austriake përpara shumë çkaje që mund ta bezdiste në realitetin ton, por duke përqafuar atë realitet dhe duke u sjell me truallin e Universitetit Bujqësor si me një truall shpirtëror ku ai po na jep një dorë për të mbjell një pemë të re për këtë shekull të ri. Dhe fal kontributit tuaj i dashur profesor, Universitetit Bujqësor i ka rilindur jo thjesht shpresa, por i ka rilindur ambicia, i ka rilindur dëshira dhe pasioni, dhe me gjitha i ka rilindur besimi. Besimi që mbështetet tek
një trup akademike e cila individualisht i ka të gjitha vlerat e nevojshme, por kolektivisht e kishte jashtëzakonisht vështirë që të mblidhej dhe të ndjej e bashkuar për një qëllim, me një ambicje dhe me një besim. Dhe ju sot, profesor, nuk jeni thjesht një kursesi, një akademik apo një njeri i ditur që është ndalur këtu për të thënë ato që di. Por ju jeni një pjesë e jona. Do thoni ju, po si ka mundësi prap pa ju pyetur, ne ju deklarojmë pjesë tonën, siç pa ju pyetur ju erdhëm atje në shkallët e universitetit. Tani, për ne ka dalë nami që jemi pak të dhunshëm, po aty ku ne meritojmë të quhemi tillë është që ne kur të duam profesor të duam pa kushte dhe të duam dhe me pahir bile, po deshet. Kështu që nuk ke nga lëviz fare. Sot ju jeni një tjetër Gjevahir në vargun e gjatë të gjerdanit të miqësisë dhe të lidhjes së Shqipërisë me Austrinë, apo një tjetër Gjevahir në kurorën e kësaj miqësie. Dhe pas një diskutim nesër, ju do të përmendeni së bashku me Mejerin, me Joklin, me Ipenin, me Frondlihun, me Karl Gegen, me Aleksandr Mojsiun, në këtë komunitet shpirtrash që i ndihen kësaj miqësie dhe kësaj lidhje që ju po kontriboni drejt për ta bërë më të fortë. Dhe mbi të gjitha, ajo që i bashkon të gjithë ata austriak, të cilët e kanë emrin shkruar në faqet e historisë këtij vendi, dhe që e bashkon edhe profesorin me ta, është një fakt shumë i thjeshtë. Asnjëri prej tyre nuk ju qas Shqipërisë për të marrë, por i qëndroi besnik Shqipërisë për t'i dhënë. Dhe për këtë, Shqipëria u është mirënjohëse. Dhe për këtë i dashur Robert, unë personalisht, së bashku me rektorin, së bashku me kryetarin e Akademisë Shkencave, së bashku me ministren e arsimit apo me ministrin e bujqësisë të pranishëm, së bashku me gjithë ekipin drejtues të Universitetit Bujqësor dhe së bashku me gjithë komunitetin që ka nderin t'ju njohë dhe të punoj me ju, ju jemi thellësisht dhe përgjithmonë mirënjohës. Tani, unë do dëshiroja që ju të vinit pranë meje për të marrë yllin e mirënjohjes, çka ju fut në një tjetër grup shumë të vogël njerëzish, miq, aleatësh, të cilët ne i kemi nderuar me këtë yll, dhe patjetër të përgatiteni për propozimin e profesor Skënderit dhe që ta dhe siç thot një fjalë, ku ka dy, ka tre, ose s'ka dy pa tre, edhe një gjë tjetër duhet përgatitesh i dashur Robert, që do të vi pa të marrë leje, pasaporta shqiptare, se ti nuk do ikësh nga kjo botë si austriak, po do ikësh si austriak dhe si shqiptar.
please, for your words. And this is the certificate that proves Ju lutemi që të na thoni pak fjalë dhe kjo është certifikata që vërteton për doganat austriake që ky send i vyer nuk është kontraband, por është origjinal, është i juaj dhe meritohet plotësisht prej jush. Faleminderit shumë, faleminderit. Dear Honorable Prime Minister, dear Minister for Education and Science, I nderuar kryeministër, dear Deputy Minister for Agriculture, unfortunately you leave us, we miss you. të nderuar Dear, zonja ministre, Ambassador from i Austria, nderuar it's a great pleasure. minister, You are të here, nderuar miq, dear President of the Academy of Science, edhe Rector i of nderuar the kryetari i famous Akademisë së Shkencave, i nderuar rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës, të dashur koleg nga Shqipëria dhe nga Austria. Por edhe nga vendet të tjera, sepse kemi edhe disa persona që kanë ardhur për shembull nga Amerika rastësisht. Në fakt jam shumë i emocionuar dhe realisht nuk di se çfarë të them, por ndoshta reagimi im spontan do të ishte që më pëlqen që jam këtu sepse më pëlqejnë njerëzit dhe më pëlqen të punoj fort me njerëz të mirë. The second thing, and the Prime Minister Gjëja e pointed this dytë, out dhe very në well, fakt this kryeministri e tha fare qartë, është kjo lidhja ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë, dhe Shqipëria ka vërtet një avantazh shumë të madh që është Bregdeti, ne nuk kemi Bregdet, që do thotë që vendi juaj është teje tërheqës për ne dhe gjëra e tretë, dhe rektori e di këtë gjë. My wife was here last Bashkëshortja ime ishte këtu fundjavën e shkuar, pas 15 vizitash në Shqipëri, thash po, eja me mua tashmë në Shqipëri, se duhet ta shikosh Shqipërinë. Dhe ajo tha, okay, u kënaqej shumë sa tha kur do kthehemi sërish në Shqipëri, por nuk e mbarova fjalimin se kam përgatitur edhe diçka më formale. Ti rikthehemi asaj se piknisja. Si filloi e gjithë kjo? Kur takova kryeministrin, rektorin, në qershor të vitit 2021 në Baku. Atëherë nuk e pata fare idenë se çfarë rrugtimi do të vijonim. Por ishte shumë e qartë që ju të gjithë kishit vizion shumë të madh për të bërë diçka të mirë për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Gjatë karrierës time unë kam takuar shumë individ dhe përvoja ime është që menjëherë unë di ta dalloj nëse njerëzit janë serioze, kanë seriozisht atë që thonë apo jo, dhe siç tha kryeministri, është e qartë tek syt. Dhe unë e kuptova që ju e kishit me vërtet, nuk e dija se si do t'i arrinim ato gjëra që dëshironim të arrinim, por unë sot me kënaqësi mund të them që ne ja kemi dalë. Theksoj këtu ne për arsye se ky nder që më bëni është vlerësim për të gjithë ne. I gjithë personeli mësimdhënës në universitet, i gjithë stafi akademik, ka qenë pjesë i këtij rrugtimi për ndryshim. Nuk është e lehtë, duhet shumë durim, por unë vlerësoj shumë synimin tuaj, ambicien tuaj, që të paktën të ndiqnit sugjerimet e mia, por edhe ekipin nga Bakuja, të cilët na kanë mbështetur, dhe është shumë e rëndësishme që të themi që ne edhe jemi kënaqur, sepse në rast se do të bëjmë gjatë punës punë të vështira, atëherë nuk duhet harrojmë edhe të gëzojmë dhe të përjetojmë edhe disa gjëra të bukura, edhe pse jemi në punë. Qeveritë e Austrisë dhe Shqipërisë na kanë mbështetur, dëshiroj të falenderoj gjithashtu edhe ministrat që prej këtij aktiviteti i kam numëruar që prej fillimit kemi patur kontakte me 8 ministra nga Shqipëria dhe Austria. Pra, e shihni që jemi takuar me një numër të konsiderueshëm ministrash dhe jam shumë i kënaqur që takohem me 2 ministrat këtu sot. Dhe në fund, po jo më pak garancia, ju i nderuar kryeministër, dëshiroj të falenderoj ju për mbështetjen tuaj të vazhdueshme, por edhe interesin në vijim për punën që ne kemi bërë. Dhe ky nder është në fakt pikërisht tregon atë që të gjithë ne kemi punuar fort. Dhe unë jam shumë mirënjohës që gjatë karrierës time në shkencë, unë kam përjetuar shumë gjëra të reja, kam takuar shumë njerëz të rinj, përfshirë edhe ata persona që kam takuar këtu në Shqipëri dhe punën që ne kemi bërë së bashku. Dhe jam i bindur që vetëm me entuziazëm, me përkushtim dhe me punë të fortë, një ekip i tëri, si ne këtu, mund të kemi sukses. Dhe në mënyrë që gjithë kjo punë që ne kemi bërë të nderohet,
doktorat, vërtet që është privilegj, është nder, por është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Për këtë arsye, këtë dekorat unë e shoh si një frymëzim të madh për të ardhmen, por edhe përkushtim për të ardhmen me të njëjtin pasion, ashtu siç kemi bërë gjatë 2 viteve të fundit, përfshirë edhe përgatitja në për projektin. Të dashur kolegë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, të dashur kolegë nga BOKU, ju jemi shumë mirënjohës, sepse kemi ende shumë punë për të bërë dhe kërkoj që të vazhdonit na jepni mbështetjen tuaj që të jemi të suksesshëm deri në fund. I nderuar kryeministër, të nderuar ministra, ministra e Arsimit dhe ministri i Bujqësisë, edhe një herë faleminderit ju për mbështetjen dhe për këtë dekorat. Jam vërtet shumë i nderuar, shumë i entuziazmuar, shumë i privilegjuar që të vijoj punën me Universitetin Bujqësor të Tiranës në Tiranë dhe në Shqipëri. Faleminderit për këtë nder. Oh.